Muzika e vjetër vazhdon të jetojë ndër breza dhe këtë frymë më së miri e sjellin edhe grupi muzikor Koda Band, të cilët tani së fundmi kanë ripërpunuar disa këngë të vjetra dhe kanë sjellur në covera në albumin e tyre të fundit. Unë i kam të gjithë djemat e grupit këtu sot në studio, të cilët ma kanë zbukuruar studion dhe i dhanë një freski, një ambientit ton të mëngjesit për të folur rreth këtij albumit të fundit, por edhe me që është hera e parë që i kam në studio, do flasim më gjëre gjatë rreth grupit të njohur Koda Band nga vendi jonë. Përshëndetje djema dhe mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Përshëndetje. Të nisim me Shaipin, me që e kemi këngëtarin e grupit dhe është fytyrë më e njohur ndoshta ai që shihet më shumë, por edhe ju punën njësoj e keni, ja? Shaip, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është naci që t'ju kemi, Endriti, gjithashtu, përshëndetje Endriti edhe për ty. Gjithashtu e kemi edhe Edisin, përshëndetje Edis edhe për ty, edhe Arbrin në fund, përshëndetje Ida, faleminderit për ftesën. Është shumë naci që t'ju kemi. Naci për neve. Ne vetë e pam një këngë të cilën nuk është pjesë e albumit të fundit kjo këngë, me që është me videoklip, unë pata dëshirë që ta dëgjoj se në mënyrë të përkryer e keni interpretuar Pëllumbin e bardhë, por që në albumin e fundit keni rikthyer disa këngë të vjetra. Pse vendosët që fillimisht të riktheni këto këngë në covera dhe të i keni në një album të vetëm? Po, më dregu drejtën, prej fillim që këndoj, gjithmonë i kam deshur këngët e vjetra. Ju faktikisht edhe identifikoheni si grup që nuk i lëni anash asnjëherë edhe këngët e vjetra, muzikën e vjetër shqipe të pastër. Po, aty besoj që e kam gjetur edhe vetën, po kam qenë bashkë me grupin që të gjithë i dojmë, edhe kemi vendosur i përbunu disa këngë vjetra që se këndu që shumë mote. Je rrit me këto këngë, Shaip? Po, jam rrit me këto këngë. Edhe andaj është dëshira e flak ndoshta për mos të vdekur asnjëherë këto këngë dhe të jenë gjithmonë të gjalla në stilin e grupit tuaj, kuptohet. Po, prej fëmirisë ndëgjoj këtë muzika, për shembull që jam edhe nip nga Gjakova, edhe kemi tradit këto kënga, dhe e gjej që thashë edhe vetë më shumë. Mi që ju kemi në Shkup. Së na mungojnë këngëtar të tillë realisht. Endrit, ti përshtatesh me këto këngë, me qenë se je edhe pjesë e grupit edhe violinist, sigurisht që violina ja jep atë shlagun në fund gjithmonë. Patjetër. Me djemt jena qysh prej shkollës mesme, domethënë prej kur jemi njoftu, e kemi pas paka shumë prej fillimeve tona jemi fokusuar shumë në muzikën e vjetra shqipe, ato më këngët vjetra shqipe që brezi i ri, domethënë brezi jon, shumica i kanë harru. Edhe domethënë kjo është albumi jon i dytë me këngët vjetra shqipe, kur e kemi lansuar albumin e parë, domethënë atë shumë është pëlqy, sa që ka ndoshta 2 vite që i ka albumi i parë. Gjatë këtyre 2 viteve non-stop njerëz që na përkrah, njerëz që na ndjekin, na kanë përmend pse nuk e bëni edhe një album të tillë, pse nuk e sillni edhe një album të tillë me këngat të vjetra shqipe. Edhe vendosëm mi përpunu 7 këngë, e kemi zgjedhë bashkë. Janë këngë të vjetra, të këngëtarëve të vjetër Luan Hajra, Fitneti Rexha, Nazmir Hoxha, edhe besoj që prej mesazheve që kemi, por që ndoshta rinia nuk i njohin shumë, edhe ju jeni ata që mundoheni si sjellni në një frymë të re, po e quaja. Përmendet që 7 këngë janë pjesë e këtij albumit, po si u bë përzgjedhja e Edis? Si qëndroi bashkëpunimi mes juve pastaj për t'i përzgjedhur këtë këngë? Po, fillimisht ideja ka qenë e Arbrit për përzgjedhjen e këngëve, mandej edhe e gjithë neve, që t'i zgjedhim disa këngë të vjetra që fatkeqësisht ndoshta ajo nuk mundemi t'i ndëgjojmë në përditshmëri. Mi po ne vendosëm që ti përpunojmë edhe ti bëjmë në një verzion pak më modern dhe akustik, që me një farë fjale ti rikujtojmë edhe breza të ri, po dhe ato zënërat me pak më të vjetra, ti freskojmë me këngën dhe muzikën tonë. Qartë, Arbër, ti si producent, si ka vijuar puna? Këto albumet, ne e përmendje dhe nditi kemi pasur një album para këti me kështu këngë vjetra të ngjashme, po në tjetër stil i përpunu. Edhe këto albumet dojnë pak më shumë kohë, se janë më shumë këngë, do me thonë ndër 6-7 këngë. Dhe duhet të jenë gati në pothuajse në të njëjtën kohë pastaj, me që është album. Po, do me thonë duhet t'i lansosh faktikisht në të njëjtën kohë. Ka pas kogja punë për të bo, do me thonë ne kemi fillu dikun
pas viti 3, këti viti do me thonë me I punu, edhe do me thonë sa po I bjen tash, do me thonë pas diku 5 muajve, do me thonë e kemi arrit që mi nxjerr në YouTube në platformë për të gjithë, do me thonë për t'i dëgju. Ka qenë një punë kështu e vrullshme, Shaip, ha? Për këtë. Që do të duhet ta pyesë Arbrin, ka qenë të dëgjueshëm djemat ose jo? Po për punën e incizimit, do me thonë, fillimisht, do me thonë duhet bëhen orkestrimet. Pasi që lind ideja, do me thonë duhet punohen orkestrimet. Orkestrimet kam pas kogja punë për të bo, por ajo ka qenë, do me thonë, një pjesë që mas shumë unë fokusohem dhe unë e bëj. Pasi që I kam bo orkestrimet, ka viju pastaj, do me thonë, puna e incizimeve. Fillimisht kemi fillu me incizimin e vokalit. Jom pak, do shta ma detalist, edhe pak I kam lodhë të trendjem gjatë incizimeve, e dine dhe këta, Por që rezultate shihet në fund, pastaj. Normal, do me thonë, kur e shofim rezultatin në fund, krejt jemi të mendimit që ja ka vlejt. Kështu që ka qenë pak e lodhshme, normalisht duke pas parasysh se kanë qenë 7 këngë. Do me thonë, është diçka që s'munësh me I kry për një ditë. Do me thonë, vetëm me Shaipin do shta kemi incizu dikun 4-5 ditë. Pastaj dhe jo vetëm një person, po janë 3 të tjerë. Ndryshëm, po. 4-5 ditë shembull me Shaipin, ndoshta 4-5 ditë kemi incizu tjera edhe me Edisin e Ndritin. Do me thonë, vetëm incizim kanë qenë 10 ditë. Pa I marë punët tjera, do me thonë, të orkestrimit, pastaj mixi dhe masteri që kanë viju tjera. Ka rreth një muaj që janë lansuar, ose nuk janë bërë ende një muaj? Po, ashtu 3 javë. Ashtu po, rreth 3 javë. Dhe si ju mirëpritën nga publiku, Shaip? Cilat janë ato komente që I morët kështu si grup pas lansimit të këtyre këngëve? Me të regu drejtën, gjithmonë janë pozitive kur bëjmë kësi albume. Arsyeja që njerëzit e shpejnë I farë malli që kanë për këto këngë, na I rikthejmë me një stil të ri, njerëzit nostalgjiku janë për këto kur I Dhe dëgjojnë. tani është mos leti të kuptojmë nëse janë pëlqyer ose jo. I kemi rrjetet sociale që komentet shumë lehtë mund të mirën dhe qasje mund të kemi nga njerëz të ndryshëm kuptohet, qoftë komentet mira apo të këqija ndonjëherë ne I mirëpresim me shumë kënaqësi. Unë jam e bindur që komentet këqija asnjësin nuk ka pas as për juve si grup dhe as si projekt ky I fundit, sepse vërtet çdo herë e sillni muzikën e Mirëfill Shqipe në stilin tuaj. Ne e kemi parë këtë edhe në shumë videoklipe tuaja, në shumë këngë që I keni sjell, por që jeni të pëlqyer te publiku edhe në përdasma. Pse vendosët që këtë album ta sillni pikërisht në pranverë në këtë kohë? Ka qenë ndoshta ajo dëshira më e madhe nga që para sezonit të dasmave, sepse atëherë jeni më të ngarkuar, më të lodhur, më të rezervuar ose? Nuk e kemi menduar. Ose se keni menduar, s'ka qenë kjo arsye. Vetëm idenë që ka dhënë Arbi. Po, nuk kemi një punë dhe një plan strikt për lancim, se edhe këto këngët nuk I kemi të lidhura me sezonin e dasmave, pasi që janë këngë shumë më të vjetra që thuj se këto këngë mund të dëgjojnë baka kushtrohet. Po, ndoshta nuk mundesh bash aq lehtë ti këndosh në dasëm. Ndonjë mbrëmje po nuk tash në dasëm, jo që nuk mundesh ti këndosh, po tjetër atmosferë kërkohet në dasëm. Dhe jo çdo dasëm do të ndoshta ndonjë dasëm specifike ku musafirët I kërkojnë. Po pra. Shembull, ku ta di, në pauzën e darkës apo diçka kështu si muzikë të lehtë, në rast që kërkohen që të interpretohet, ndoshta në atë moment po ndasma nuk është I kishim interpretu. Do me thonë nuk e kemi lidh lancimin me sezonin e dasma apo diçka, po thjesht tash na ka konvenu koha. Po pra keni qenë më të lirë, çdo të lidhat. Po, keni qenë më të lirë sepse në sezonin e dasmave për të krijuar një album është më e vështirë padyshim. Shumë më vështirë. Po. Cilën këngë e konsideroni si më sfiduese në Ndrit që ju ka lodhur pak më shumë? Po normal, secilën këngë që e kemi përpunu, jemi mundu me sjellë në versionin më të mirë tonin, edhe mi dhonë maksimumin do me thonë. Aty ku kemi punu me Arbin edhe Edisin, kemi shkëmby ideja ndryshme, po se ti nuk I kisha veç unë dhe një këngë, kështu që na ka sfidu më shumë. Po di.
E di si ka qenë pak ma i sfidum të Po, si shtë ndritë në... që këtë të kësën po e bojnë. Jo, ka ndohë do të bënë që... Maksimum po ajo që tha Rabi kemi qëzu 4-5 ditë normal, na gjithmonë e majmë disponimin pozitiv gjatë incizimeve, po ka pas dita konga që kanë qikë pak më specifike, që kanë kapur pak më shumë punë, po i kemi vonë në verzionin më të mirë të I keni kthyer për së dyti herë, për së treti herë, kështu pasi është përfunduar jo dhe këtu duhen detaje dhe këtu. Pa tjetër se gjithmonë duhet me menu që duhet me rrit originalitetin. Po, edhe ajo është kujdesi më i madh që e bëjmë gjithmonë. Po. Dhe është kësaj ne gjithmonë mundohemi që në krejt albumet e tona ose projektet tona që i bëjmë me sjell diçka produktive që t'jetë më e kapshme për publikun. Edhe me një farë forme mundohemi që gjithmonë nëpërmjet këngës me sjell edhe me përçu energji pozitive tek njerëzit. Me këto këngat e tona me stilin tonë. Shaip, do rikthejmë te ti, si është të interpretosh këngë që vërtet i don publiku dhe që gjeneratat e vjetra i vlerësojnë shumë? Ka edhe nga gjeneratat e reja që i dojnë, por që ato të vjetrat ndoshta më me nostalgji dëgjojnë këto këngë. Drejtë për mua privilegj dhe kënaqësi më të madhe që e bëj. Kur i këndoj këto kënga, thjesht bënoj që më flen. Edhe gjithmonë e ndjej shumë këto kënga që edhe i kemi bërë dhe gjitha tjera që janë. Edhe besoj që me gjithë shqeve e bëj. Edhe i prejtë njerëzit. Dhe sigurisht që komplimentet më të mira dhe ndër më të parat i men nga prindërit, apo jo? Pa tjetër. Të këshillojnë ndonjëherë, të udhëzojnë, të japin ideja, kjo vlen përgjith ju, japin ideja prindërit për ndonjë këngë të vjetër që ata e kanë dëgjuar me dhe vazhdojnë të dëgjojnë me shumë nostalgji? Po në varet, normal. Ka pas ndonjë dëshire prindërve që ju ja keni realizuar me ndonjë këngë? Zakonisht prindërit na japin ideja neve shumë, se janë asi që dëgjojnë muzikën, po mëse shumë ti këshilla dhe baba i Arbrit, se është pjesë e familjes edhe i grupit Vëllezërit Suri, edhe mëse shumë ti shkëmbejmë ideja me babin e Arbrit. Që do të thotë dhe një farë forme është një frym e njëjtë. Jeni të familiarizuar dhe që andaj edhe reflekton pastaj edhe ky rezultati juaj e ky sukses në kokë. Këto kënga do me thonë, unë i kam si ide, do me thonë, ky projekt ndoshta e kom pasur si ide më shumë se 5-6 vite. Po këto këngat unë i kam pas të njohura, do me thonë, fal babit. Ata ndoshta jo që i kanë interpretu në çdo darkë, si që thashë edhe më herët, po ka ndodhur shumë shpesh babi ndëgjon shumë muzikë gjatë kohës lirë në shtëpi. Ai zakonisht e lëshon telefonin YouTube, ndonjë një playlist ose diçka, ato apetin vetë hecën, nuk ndalën edhe e lënë shus, po tan kohës, po. Edhe do me thonë, gjatë ndëgjimit muzikës atij ka pas shumë herë që këto kënga ndonjëherë kanë qenë playlist që ndoshta më herë rastisht, më herë ai do me thonë i ka kërkuar në YouTube, edhe do me thonë i kom pas të ngume unë, kështu që përveç këtij albumi shumë edhe covera tjerë që i kemi bo me grupin, edhe repertuari jonë i darcmave që e këndojmë në për darcma, është inspiruar do kisha thënë kogja shumë prej sugjerimeve të babit, që ai na ka rënë ndër vite e tjerë, po pa marrë parasysh, do me thonë krejt prindët tanë, do me thonë janë si tem pas muzikës të mirëfill shqipe, e jo asaj do me thonë talavase. Po, dhe ajo ka ndikuar më shumë ti pastaj, sepse automatikisht edhe ju jeni rritë me atë frym, apo jo? Po. Sigurisht. E di sa është rëndësishme pjesa instrumentale që një cover të jetë i mrekullueshëm, por duke mos humbur edhe originalitetin më fal dhe të tingëllojë më modern ashtu. Po, do me thonë për pjesën instrumentale që të jetë e përkryme duhet spari të përfshirë dhe instrumentet përkatëse për atë orkestrim që bëhet. Zakonisht, Arbri kur i bën orkestrimet, unë edhe ndriti marrim pjesë, do me thonë, unë ose me fisharmonik, ose me synth, ose ndriti me violin, edhe Arbri pjesën që e bën të basit edhe orkestrimit në përgjithësi. Secili instrument ka rëndësinë e vet në orkestrim, po mirë po, sa ma shumë ideja që shkëmbejmë nëpërmjet vetes,
Do më thonë aq më i përkryer del orkestrimi. Padyshim që po. Edhe violina ka një rol të veçantë në këto këngë, kuptohet, jo vetëm në këngët e vjetra, por në gjitha këngët, unë e cilësoj dhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë si instrument. Është më i vështirë, ndoshta se instrumentet tjera cilësohet pak më i vështirë. Po ashtu thonë që është instrument dhe instrumentet më të vështira. Po ty nuk duket, a? Është pak se këtyre këngëve, jo veç këtyre, po përgjithësi muzika shqipe, pasurohet shumë me instrumentin e violinës, edhe jep një farë lezeti. E ka atë ëmbëlsineve që e jep çdo herë në çdo këngë kuptohet. Kur ta shikosh mjeshtin e mirë piano ashtu i sa le të bëj ka. Po duhet ta kuptosh që vërtet është e vështirë. Unë momentin që e shoh dikën që duke luajtur me violinë, vetëm mund ta imagjinoj, se ta bëj nuk ka shans, domethënë është pasion që çdo kush nuk mund ta ketë, kuptohet, është me të lindur kjo pjesa e artistike e instrumenteve. Definitivisht. Është absolutisht instrumenti më i vështirë, po që ashtu konsiderohet. Të paktën unë ashtu e di. Po, edhe është të vërtet. Të kthehemi pak te dasmat, me që jemi para sezonit të verës, dua të di pak edhe për dasmat, se e di dhe jam e bindur që në dasma është e vështirë që t'ju kemi mysafir në studio dhe të flasim edhe për dasmat. Si do jeni si vjetë, sa do jeni të angazhuar dhe cilat lokacione i keni? Ndalem të ti Shaik. Po, si çdo herë jemi të angazhuar. Më së shumti jemi në Shkup. Në parasin Shkupit. Edhe jemi edhe në Kosovë. Po, praktikisht më shumë kemi në Shkup. Dasmat. Çfarë kërkohet më shumë e drejtë në dasmat tona në Maqedoni? Po, paka shumë, do me thonë dasmori që të pronaton ty për atë darsë, paka shumë e dinë për muzike që bo, ose atëherë me ndonjë darsëm, me ndonjë kushëri, ose ka qëllu darsëm ku kemi bo muzikë, ne paraprakisht e dinë çfarë muzike servojmë ne në për darsma. Ta është sa përket stileve, zhanëve të muzikës, dhe me thonë ajo është 90% popullore, muzikë, dhe me thonë spavice, moderne mundet, po 90% është muzikë popullore. I qëndroni repertuarit e disë nga fillimi deri në fund në çdo dasmë ose bëni ndryshime? Zakonisht i qëndrojmë repertuarit, po ndonjëherë ka kërkesa të ndryshme. Po nëse përshtatet me atë ritëm edhe me atë ambient ku jemi, domethënë e çojmë repertoarin që kemi të planifikuar. Nëse jo bëjmë ndryshime her pas here, sipas kërkesave muzafirve. Ajo ndonjëherë shkon edhe me marrëveshje me dasmorin. Sa do të pranojmë kërkesa, as do të pranojmë kërkesa, po momenti i hyrjes së çiftit për shembull si e bëni ju? Me çfarë këngë? Se është një moment shumë i rëndësishëm në çdo dasmë. Përgjegjur nga çifti kanë. Do të thotë në bashkëpunim me ta. Ose zakonisht dikush ka qef me violinë ndritën ai pjesë, po. Cilën ata përgjigjen ose janë sugjeron ndritjen ai pjesë mbarut. Varësisht të çfarë. Po, raport me çiftin, do të thonë kërkesat e tyre, disa i kanë kërkesat me këngë që e kanë përzgjedh, dikush kërkon ndonjë instrumental me violinë. Ka edhe prej qifteve që dëshirojnë momentet që nuk hynë me valës, por hynë me ndoshta me ndonjë valle të rrugovës, ose na kërkojnë, do me thonë me këndu Shaipi, do me thonë bashkë ne. Sa mirë. Po, është preferencat e secilit qift. Sa kanë humbur traditat në dasmat shqiptare në Maqedoni, flasim? Me që këtu jeni më shumë aktiv në dasmat. Po, nuk mendoj që kanë humbur edhe shumë. Po ruhen traditat, vazhdojnë të ruhen? Mendoj se, po, ndoshta jo sa duhet, po, mendoj që, do me thonë, zona e Tetovës, festivalit Kërqovës, që na bjene për dasme, shojmë aty se traditat, ata deri diku i mbajnë ende. Do me thonë, i kanë ato ritualet e veta. Varsisht nga vendi. Varet nga zonat, po. Arbër, po roli yt në dasma. Qa bën ti? Roli në dasma si producent. Po, ne jemi 4 vetë, në dasma unë jam si aranjërist, do me thonë. Do me thonë jemi 2 sinta, violinë dhe këngëtar. Njëni sint është solo, e disi, edhe unë jam si aranjërist, do me thonë ai që i lëshoj ritmët, e për cilë Shaipin bas të akordeve e tjere. Që do të të dhe ndasma s'lajnë me pushu ty, a? Po, jo. Në 8-4 do me thonë, fillimisht do me thonë kemi fillu si band, si shok, si band, pastaj do me thonë edhe normal në studio unë e kam atë rolin e producentit e tjere. Dua të di edhe si nisi gjithë shka me që ju kam për herë të parë. Kur ka qenë ai momenti kur ju e keni vendosur që
Të ingjizoni një këngë fillimisht në studio dhe të paraqiteni para publikut. Cili po mja përgjigje? Arbri? Po në dhona. Do me thonë, s'pari herë na jemi njëftu, do me thonë, prej shkollës mesme. Unë me Shahipin kemi qenë me një klasë, pastaj një vit pas neve është konë Edisi, edhe 2 vite pas neve është konë Endriti. Aty në shkollë të muzikës, zakonisht të çdo klasë ku mbajmë orë. Që do thotë të gjithë vinin nga shkolla e muzikës, pa dyshim. Po. Do me thënë, në shkollë të muzikës, çdo klasë ku mbahen orë zakonisht, ka dhe piano. Edhe në çdo pauzë, pa ullë njonit e pianoja, nuk ka leke pauza. Kishte asi momente ku shimu para korit, ose diçka, krejt tut 4 vitet, se zakonisht një paralele në shkollë të muzikës e ka çdo vit. Kishte momente ku tut 4 vitet kishim krejt pauzë derisa pritshim për orën e korit ose diçka shembull që ishte pak më vonë, themi. Edhe unë mbledhshim zakonisht tut 4 vitet, njëri shembull ulkem piano, edhe u ashtu ka lind shoqëria. Po, unë shembull ulçam piano, e ndriti violin, e disi ose edhe ky në piano në herë unë ndrojshim ose diçka, Shahipi këndojke, edhe si shok, ashtu tu lutë në piano në shkollë të muzikës, tu bo muzikë për qef, ashtu ka lindë edhe ideja e bandit, të me thonë. Pastaj edhe studio, besoj? Po, qysh atëherë ne kemi fillu pak me prova, sen në mbrëmjet vogla në përqashit Shkupit, edhe kështu ka lindë, me thonë, ideja. Në aspekt të këngëve të coverave e tjerë, shumë thjesht prej në shpi, unë e kom bo një setup ashtu temi shumë të vogël. Por që shumë nostalgji ju jep, besoj. Kur e mendojmë, do me të shpashim të prejva, kur e mendojmë, e ceki Arbri periudën kur sa po të fillu, do me thonë atëre viti parë, viti dytë, fillu me mbrëmje në qarshi Shkupit. Tash fatkeqësisht, do me thonë këtë periudën e fundit për zbe, do me thonë jeta e... Nuk kemi as pak organizime për fatkeqësisht. Edhe mbajme atëre sa mirë kemi kalu, do me thonë ato mbrëmje, unë boshin, edhe... Ndoshta para 5-6 viteve. Po, atëre, për 5-6 viteve. Edhe ndoshta e ka qenë nga ka shty motivi ka qenë më i madh. Dhe ju ka dhënë motiv, po. Se do me thonë ishim fillimet tona, edhe... Dhe qarshin e rikujtoni sikur ato në fillimet e para faktikisht ku jeni prezentuar më shumë para publiku. Fillimet e tona para bashkë qarshin. Fillimet e para në qarshin e vjetën Shkupit, po. Po për fat keq vërtet nuk kemi organizime, po jashtë Shkupit ndodh që t'ju ftojnë për mbrëmje muzikore kështu, sepse në Shkup jemi për të ardhur keq, realisht. Kemi pas mbrëmje edhe jashtë Shkupin edhe në thirr, po tash ceki edhe ndriti u ka zbellë më shumë. Edhe nuk është që më shumë fokusi më shumë të dasmat. Të dasmat. Thirrje ka. Pas pandemisë pat ajo koha e mbrëmjeve edhe një hovë, se pandemi u mbyll. Diku një vit ka. Pastaj u hapën edhe kjo edhe një hovë, edhe prej atëherë tani më u zbeh pak edhe. Për fat të keq, ku mendoni se qëndron probleme që në Shkup nuk kemi mbrëmje muzikore Endrit? Është thjesht e menaxhimi ose nga të rinjt ndoshta që nuk preferojnë dalin ose si e konsideroni ju sepse ju jeni në komunikim më shumë? Nuk besoj se është puna që të rinjt nuk dalin, sepse do me thonë gjerata jonë, brezi jonë, nuk është që nuk dalin. Faktikisht ata që kanë dalë këtu në Shkup, do me thonë, tash nuk është që dalin, për nuk dalin këtu, do me thonë i ke shumicat në Prishtinë, për shembull. Kosovë sidomos. Kosovë, po. Nuk mendoj që është problemi të rinj që nuk dalin. Po mendoj që ndoshta keq menaxhimi i lokaleve, keq menaxhim, nuk e di, nuk mundet me gjetë problemin 100% me fajsu. Kryesor, po. Djema pas këtij projekti, këtij albumi, ku mund t'ju shohim përveç që tani më ju fillon edhe sezoni dasmave? Shahip? Gjithmonë i mendojmë prej çfarë do bëjmë. Po një tash jemi të fokusuar te sezona. Garant Arbri diçka vetë se ka menu. Na tregon, nuk vjes. Po mshe. Edhe si kur po më thot mu frytëm. Tash këtë albumin Bossa Nova e kom pas treguar ti për 5-6 vite si ide. Ku më di çfarë ka? Që do të thotë sekretet e Arbër çfarë presim? Ndoshta me përpason ide tjera, po si për me. I ka që surprizë.
Por që djem të ketë të gatshëm çdo herë besaj, apo? Po, edhe sa herë, do me thonë, kur ju kam prezentu diçka, çfarë do këtë ideje, gjithmonë këta e kanë pranu, edhe janë kanë sigur që ka me dalë diçka e mrekullueshme. Krejt që i keni bo. Edhe kjo shihet, pastaj edhe reflekton. Kot e thua me fjalë kur kjo shihet, në qysh momentin kur ju përshëndeta ju pranova, mendoj ju tira për në studio, për qenë misafire pash komunikimin tuaj dhe bashkëpunimin që keni të shkëlqyer. Po më thuaj publikisht Arbër, cili është më i dëgjueshmi dhe cili nuk dëgjon. Jo, krejt janë. Kryesisht po cili pak më shumë. S'për di që atam, me të vërtet. Ndoshta ekziston ai frustrimi pak të secili në momente kur një sen e bon ndoshta 20 herë. Edhe ajo ndodh, do me thonë të secili instrumentalist. Edhe të ti mund të ndodh. Edhe të une, do me thonë, ta marrësh edhe dikon, nuk e di, ndesh instrumentist nëse ndesh këngëtarin edhe më të mirë në botë, ka momente, do me thonë, kur ose blokohesh, ose apo kupton. Sigurisht që po. Në ato momente, do me thonë, ka frustrim të secili. Ama cili pak më shumë nervozohet? Ndoshta e di si do kisha jo nervoz kundrejt neve, ndoshta nervoz kundrejt vetës. Po dhe unë gjithmonë kam konsiderat të Arbëri se ja kuptoj punën edhe që është punë me nerva dhe për përsëritëm do njerë që nuk kemi për shumë në disponim dhe shka përsërit një gjënë 10-20 herë edhe unë mbet një boj këti që më stalove, ja kuptoj. Edhe pse Arbëri është shumë i qetë. Edhe pse Arbëri shumë është i durueshëm i qetë dhe ka shumë kompeticion në punët që e bën. Tema mu vjen mirë shumë që ju njohan nga afër, unë ju kam njohur qysh moti si Koda Band, po nuk ishte momentin ndoshta që ju kam thirrur tamam me këtë risi të albumit të coverave të këngëve të vjetra. Unë ndjej shumë kënaqësi që ju pata dhe ma zbukurua studion, jeni vërtet shumë të mirë, një grup që duhet të përflitet më shumë, jo vetëm në Maqedoni, po sigurisht që me talentin tuaj të katër që keni duhet të kaloni më tepër edhe jashtë kufive, jo që të ne ndoshta nuk vlerësohet, por që artistët janë pak më të nënvlerësuar. Unë ashtu e konsideroj, pak a shumë. Arbër, si mendon? Po, është kjo pak sa vërtet. Ne kemi shumë artist, por që po të ishin artistët tanë, ja konkretisht ju po të ishit në Shqipëri ose Kosovë, ndryshe do të kishte qenë. Po, ndryshe do të kishte qenë për fakt keq. Këtu lujnë rol shumë gjana që ndoshta nuk ja vlen tash të përmendën në ty. Mos ta prishim fund. Ka shumë domethënë faktorë që ndikojnë, po sidoqoftë pa marrë parasysh në gjithmonë mundohemi ta japim maksimumin prej vetës. Edhe gjithmonë do të mundohemi edhe në të ardhmen domethënë të krijojmë kësi projekte, kësi albume me muzikë të mirë, pasi që e dim krejt sa është i pasur thesari i muzikës shqiptare. Po, domethënë ka ekstrem shumë kënga që mundesh jo vetëm në kësi lloj verzioni ose aranzhmane të përpunosh, domethënë bossa nova si që kemi bën ne, po shumë në aranzhmane të ndryshme, domethënë pafund. Kështu që ne e vetmja që na mjafton vullneti pastaj. Po, vullneti edhe thjesht punojmë. Edhe në fund për krahja. Unë ju falenderoj shumë që ma zbukurua ditën dhe që në dhatë ka shumë energji pozitive në këtë mëngjes. Ju dëshiroj shumë suksese dhe një sezon të mbarë të verës. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.